Përsëri bashkë në studio të nderuar shikues, do të ndalemi tek zhvillimet ndërkombëtare tani, siç e bëra të ditur, zhvillime kryesore dhe që kanë marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Me mua në studio është ish ambasadori ynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Roland Bimo. Zoti Bimo, mirë se vjen në emision. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Do doja ta nisja më njëherë këtë bisedë tonën me një takim që konsiderohet ndër më të rëndësishmit, siç ishte ai mes Trump dhe Zelenskit, mori vëmendjen e gjithë botës me transmetimet dhe analizën që u bë këtij takimi. Do doja një koment nga ana juaj, pasi kanë ngjallur reagime të shumta. Çfarë perceptuat nga ky takim? Problemi, ai takim ka lënë vërtet gjurmë, si thatë edhe juve, dhe shumica e opinionit publik, por këtu do të bëj një sqarim i vogël se shumica e opinionit publik në atë që quhet perëndim, sepse ne për këtë informohemi më shumë dhe këtë ndjekim më shumë, ndërkohë që opinioni publik në perëndim është vetëm 1/8 e gjithë opinionit publik botror dhe në atë që quhet Global South, në vendet e tjera përveç perëndimit, komentet janë nga më të ndryshmet nga këto që bëjmë ne, por ne do kufizohemi në këtë zonë. Ishte natyrisht reagimi parë është që mikpritësi sillet shumë keq me mikun, domethënë mori tradhën e një bulizimi të atij që ishte më i dobët. Por po të analizosh më thellë se çfarë domethënie kishte, dhe po të nisemi nga shumë deklarata dhe intervista që janë bërë nga funksionarë të tjerë mbas takimit, siç është sekretari i Thesarit Bessent, siç është Marco Rubio, siç është një general në pension, rezulton që e gjithë takimi në Shpinë e Bardhë në Zyrën Ovale ka qenë i inskenuar për qëllime të ndryshme. Domethënë, zoti Zelenski i ishte kërkuar me ngulm para takimit që të mos ngrinte çështjen e garancive të sigurisë pra të prezencës ushtarake amerikane në Ukrainë, pra të shërbente marrëveshja për mineralet si baza e diskutimit se çfarë angazhimi sigurie do merrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ukrainë. Dhe në një farë mënyrë zoti Zelenski doli përtej këtij skenari për cilin i kishin insistuar ata që kishin rregulluar dhe takimin, sepse duhet thënë që sekretari i Thesarit Bessent ka qenë në Ukrainë 2 javë përpara për të firmosur marrëveshjen dhe Zelenski në një moment i ka thënë që unë nuk e shes vendin tim dhe kjo marrëveshje nuk firmoset nëse ju nuk merrni garanci ushtarake. Dhe sekretari i Thesarit ka thënë se do bëjmë më tutje, ka thënë ta firmos në Munich, në Munich nuk u firmos dhe ai ka insistuar që shkonte. Dhe Lindsey Graham, që është një nga përkrasit më të mëdhenj në Senatin Amerikan të Zelenskit, me sa tha më mbrapa në intervistë tani patëm kërkuar me insistim që të mos kalonte në kërkesa të tjera. Pra, Zelenski duket sikur ka dashur të kapërcej zotin Trump dhe zëvendës presidentin, duke komunikuar direkt me opinionin amerikan për ta detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përkrahnin një çështje sipas tij të drejtë. Po ndërkohë mjeshtri i televizionit në atë dhomë, megjithëse ky ishte një aktor goxha i suksesshëm i komedisë, po mjeshtri i televizionit në atë rast ishte zoti Trump, i cili ka një eksperiencë 14 vjeçare të një reality show, e cila duhet thënë, gjithë reality show bazohet në tensionin, në konfliktin.